Ndahet nga jeta në moshën 70 vjeçare pas një sëmundjeje të rëndë, gazetari i njohur Agron Çobani. Ai ishte një nga figurat më të spikatura të gazetarisë radiofonike dhe më pas asaj televizive të viteve 70-80 në radio-televizionin shqiptar. Agron Çobani lindi në Nepravisht të Gjirokastrës në shtator të vitit 1942 dhe ishte një nga reporterët e parë, fillimisht të Radio Tiranës dhe më pas të televizionit shqiptar, që dolën nga dega e gazetarisë pranë Fakultetit të Gjuletërsisë në Tiranë. Agron Çobani në punën e tij në radio-televizionin shqiptar zhvilloi më së shumti gjininë e reportazhit radiofonik dhe më pas atij televiziv, që është e dokumentuar edhe në Arkimin Qendror Shtetëror në një film të vitit 1973 me regji të Sajmir Kumbaros, i quajtur Uzinë dhe Shkollë. Në këtë institucion të parë të medias shqiptare, zoti Çobani spikati për profesionalizmin në gjinitë e lëvruara shumë pak në atë kohë, që cilësoheshin edhe si eksperimentale dhe kërkonin një guxim të veçantë për shkak edhe të konjunkturave politike të sistemit komunist. Ashtu si shumë figura të njohura të kohës, edhe mbi Agron Çobanin nuk do të mungonte dora e fortë e regjimit, që e largoi për një periudhë më shumë se 10 vjeçare nga Tirana në fshatrat e Martaneshit. Pas rënies së regjimit komunist, ai u rikthye sërish në vendin e vjetër të punës, kësaj herë në postë drejtuese. Një meritë e zotit Çobani në punën e tij në radio-televizionin shqiptar është dhe ajo e lëvrimit dhe mbështetjes së gjinive shumë pak të eksploruara më parë, si ajo e radiodramës. Një vit më parë, zoti Çobani botoi edhe një libër me titullin Kuptim plot, ju flet Tirana, ku bënte një histori të gjatë që prej krijimit në vitin 1938 e deri në ditët e sotme të së vetmes media të kohës në Shqipëri, por edhe një biografi të punës së tij në periudha të ndryshme në këtë institucion. Breza të tërë gazetarësh kujtojnë me respekt kontributin e zotit Agron Çobani si në organizimin dhe drejtimin e institucionit, por edhe në përgatitjen e gazetarëve të rinj që kaluan në dyert e radio-televizionit shqiptar.